urdhëruesit, porositësit dhe inskenuesit e kësaj janë dihen. Ne kemi prej ditës parë që u themi këtu ka persona të paguar. Ti di media publiku, të paktën ata qytetarë të ndershëm që dalin. Dritan Goxhaj është person i cili paguhet nga Iran. Keni prova? Kemi prova dhe sigurisht që fakt publik më të pakundërshtueshëm se ky person i cili publikisht sulmon Shtetet e Bashkuara të Amerikës për hesap të Republikës Islamike të Iranit, kjo është një provë e cila duhet administruar urgjencisht. Një gjë e tillë të dalish dhe të thuash në mes të studios televizive që këtu duhen vrarë udhëheqësit politik me plumb ballit, në asnjë vend mua më vjen shumë keq që prokuroria në këtë vend me iniciativën e vet nuk vepron që këta persona në asnjë vend tjetër nuk do të kishte ndodhur që ky person të livadhiste dhe të sulmonte policinë e shtetit. Po ky është debat tjetër. Muhamet Balla, një sekondë. Muhamet Veliu. Zoti Balla, në cilësinë e kryetarit të grupit, çfarë informacione keni për incidentin mes deputetëve Kadeli dhe Manja parë se fillonte seanca, kur ata po qëndronin në një kafe këtu afër? Një sekondë. Muhamet, se je gazetar i vjetër. Nuk ka një incident mes Dakor. Kolegu Manja, ish ministri i drejtësisë, kolegu tjetër Kadeli, kanë qenë njerëz që çohen herët, që vinë punë herët, në 8 të mëngjesit duke pirë një kafe pranë godinës parlamentit dhe aty janë sulmuar fizikisht nga banda kriminale Gentian Prognit. Dhe kjo bandë kriminale është turpi policisë shtetit në këtë këndvështrim që ka vonuar ndalimin e tij që pardje. Që të jemi korrekt me këtë. Është një kritike apo kjo ndaj kolegut Lamellari? Jo, nuk është. Kolegu Lamellari është kolegu im, por këto raste duhen proceduar në mënyrë me njëhershme. Ju duket normale protestuesi që u plagos në ambientet e lokalit e më pas u arrestua, ju duket normale arrestimi me dhunë një protestuesi deri në plagosin e tij? Unë jam këtu për të mbrojtur policinë e shtetit, e cila është sulmuar në mënyrë të padrejtë nga një bandë kriminale dhe ke 3 punonjës policie të gjakosur. Dhe po ju a them edhe një herë, siç ju bëni këtë detyrë kaq të bukur, kaq të respektuar të gazetarit, ju të parët duhet të solidarizoheni me punonjësit e policisë plagosur. Gjaku i punonjësit policisë është gjaku i shtetit. Po do erdhi gjak një punonjës policie, po rrjedh gjak shteti. Dhe prandaj ju lutem shumë. Ju lutem shumë. Zoti Balla, për ju po e derdhin gjakun? Po ata derdhin gjakun për shtetin shqiptar, për Shqipërinë. Shteti është i gjithëve. Ju po ju mbrojnë. Kjo bandë kriminale me këtë Gentian Progni që ka sulmuar deputet e Partisë Socialiste